Minatori humbi jetën në Bulqiz, familja kërkon ndihmë, la 3 fëmijë të mitur pa të ardhura. Eternal Security na ka shpërfillur. Pas vdekjes së minatorit 40 vjeçar Ilir Kolaveri në një galeri kromi në Bulqiz, familja e tij po përballet me vështirësi të mëdha ekonomike dhe ka bërë thirrje për mbështetje. Ilir Kolaveri ndroi jetë teksa punonte në galerinë e kompanisë Eternal Security, ku godit nga një masiv krom i shkëputur brenda minierës. Trupi i tij i pajet u nxor nga nën toka prej ekipeve të shpëtimit pas 2 ditësh kërkime. Humbja e 40 vjeçarit ka lënë pa të ardhura dhe pa përkraje të qëndrueshme financiare bashkëshorten e tij dhe 3 fëmijë të mitur. Për këtë arsye të afërmit po kërkojnë ndihmë që familja Kolaveri të mos e përballojë vetëm me këtë periudhë të rëndë. Duke folur për mediat, kunata Ilir Kolaverit deklaroi: "Ilir ishte bashkëshorti i motrës time dhe jetonin në Suç të Matit. Kompania Eternal Security na ka shpërfillur. Përfaqësuesit e saj erdhën dhe mbuluan vetëm shpenzimet e varrimit, por më pas nuk janë interesuar më për familjen e të ndjerit. Nuk kemi asnjë përkrahje." Ai la 3 fëmijë të mitur në kushte të vështira, ndërsa bashkëshortja nuk punon. "U bëjmë thirrje shqiptarëve që t'i ndihmojmë secili me aq sa mund të ketë mundësi. Të afërmit shpresojnë se solidariteti i qytetarëve do t'i sigurojë bashkëshortes dhe 3 fëmijëve të minatorit të ndjer mbështetjen e domosdoshme për të vijuar jetën pas kësaj humbje të rëndë."